Taekwondoistja Andrea Berisha është shpallur sportistja më e mirë e vitit në Maltëzi pasi bordi drejtues i taekwondos të Komiteti Olimpik në Maltëzi vendosi një zëri t'i ndajë asaj vlerësimin më të lartë në kombëtar sportiv, pas judos, karates dhe boksit është tjetër sport luftarak, ajo fitoi çmimin e sportistës më të mirë në vend. Antarja e klubit të Podgoricës 3 në vitin që po përfundon fitoi medalje bronzi në kampionatin evropian për të rritur dhe në kampionatin botror për mosha deri 21 vjeç, shkruan CMD transmeton Ulqini Online. Është një nder dhe privilegj i madh për mua të marr këtë çmim që vjen nga institucioni më i lartë i sportit tonë. Ai është konfirmim i rezultateve, por dhe dëshmi e një pune të palodhur disiplinë dhe besimi në vetvete që mund të arrijnë të gjitha qëllimet. Këtë vlerësim e përjetoi si përgjegjësi e madhe, një shtysë e fortë për të vazhduar më fuqishëm, tha Berishaj. Pjesa më emocionale e fjalimit të saj u kushtua motrës së madhe Angelas, e cila më herët kishte hapur rrugën për taekwondon malazeze në arenën ndërkombëtare. Mirënjohjen më të madhe ja detyroj familjes sime, veçanërisht motrës sime Angela Ilulli dhe frymëzimit tim, tha Andrea, mes duar trokitjeve të pranishme.